E ta djetë e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Thot Ummu Seleme radiallahu anha, që ka qenë edhe gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u betu që s'ka me hyjë te gratë e veta një muj. Ka me i bojkotu ato. Për shkak një sherri që kishin bë. Ka me i bojkotu ato edhe një muj s'ka me u hin dhoma tyve. S'ka me flet me ta. Thot e kur u bën 29 ditë, shkoj edhe hyni në dhomat e grave të veta dhe doli. E i than dikush për grave: o i dërgumi Allahut sallallahu alaihi wasallam, ke bo be se s'ki me hi të na plot një muj. A ti hine pa u bo një muj, pa u bo 30 dit. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: inna shahra yakunu tis'atun wa 20 yawman. Sepse muj ka mundësi me konë edhe 29 dit. Kjo është argument i qartë dhe i prerë se muj me kalendarin lunar ka mundësi me konë edhe 29. Ashtu sikur se ka mundësi me konë edhe 30. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith tjetër ka thonë: as-sawmu indana hakadha wa hakadha wa hakadha. Edhe tha muaji të ne është çështu, që kështu, çështu. 3 herë i qiti 10 gishtat e tia. 3 herë ka 10 gishta janë 30. Pas e tha ose muajt e ne është që kështu, edhe që kështu. I qiti përsëri gishtat 10, herën e parë, 10 herën e dytë, edhe herën e tretë e mbledhi një gisht. Gishtin e madh tregus e mbledhi, edhe tha 9. Tha do më muajt e ne është 30, po muajt e ne është edhe 29. Agjerimi dhe bajrami bëhet duke pa hanën e re. Se në gjuhën arabe, el kameru i thuhet hanës. Ama hanës si planet, hanës si satelit i tokës. El kamer. Po kur është hana 15, i thuhet el bedr. Hana 15. E kur është hana e re, sa ka fillu, gjuhën shqipe s'ka, hana e re i thuhet. Gjuhën arabe i thuhet el hilal. Hilali, el hilal, dhe dhët hana, kur të lexosh dikon gjuhën arabe, se wattala al hilalu, për shembull, dhe u shfaq hilali, ti e din se hana e re. Edhe kur thushti wattalatil bedru, u shfaq bedri, ti e din se hana 15, hana e plot, rumullaki i plot. Dhe kur thushti ra'aytul qamara, kam pa hanën, kamerin, e ki për qëllim hanën si sateliti i tokës. Shëve gjuhë arabe sa është në avantazh për gjuhëve tjera. Andaj këtu, ky kapitull na jep me mësu që agjërimi, fillimi i agjërimit të Ramazanit dhe fillimi i bajramit ndodh me pamjen e hanës. Dhe se njerëzit secili punon sipas asaj që e shef hanën në vendin e vet. Sidomos në kalumen, ku njerëzit kanë mujt me u informu. Prej Damask e deri në Medinë duhet disa ditë me udhëtu për me mrin, për para, kur ka nesë me kuaj, me deve. E në kom mos plasim edhe ma shumë. Se prej në Mekë në Medinë, ju është dash 2 javë me hecë në kom. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka bo hijretin edhe kur ka bo haxhin. Pra më ndo për Damaskut me muj. E tash ato musliman që kanë jetu në Damask, s'kan mujt me prit, me i kallzu këta në Medinë kur e kanë po hanën, me thonë fillon edhe ju agjërimi, se s'mrin. Po këta të Medinës e kanë këshirë për vete hanën. Të Mekës e kanë këshirë për vete. Të Damaskut e kanë këshirë për vete. Të Bagdadit e kanë këshirë për vete. Edhe se cili e këshirë hanën për vete. Kjo në të kalumen. Ama sot, kur ka teknologji, mjafton që hana qivet në një vend për botës islame, e si pas asaj parje të hanës, të agjërojnë këtë muslimanët. Mirë për kjo fatkeqësisht nuk po ndodh. Edhe jo për arsye fetare, por më tepër për arsye politike. Se shtetet muslimane të grindura mes vete, edhe në këtë çështje nuk pajtohen. Te na muslimanët e Ballkanit përgjithësi, Turqia, Shtetet e Bashkimit Sovjetik, Republiket Islame në të ish Bashkimit Sovjetik dhe Ballkani, agjërimin e fillojnë me takvim.
do të thot me përllogaritje astronomike. I kanë ato do përllogaritje matematika dhe e parashojnë se çdo vjet kur fillon çdo muaj hijretit. Të kalumen këtë ulemat, pa përjashtim ka thonë kjo nuk ban për para. Mirë po sot ulemat bashkohor edhe këta thënë që na duhet me pa hanën, edhe me shku me fillu Ramazanin me hanë, Bajramin me hanë, mirë po. Masi kjo s'po ndodh për këtë ummetin. E çdo shtet po i nxjerr njerëzit me pa hanën dhe po gjykon ndryshe për shtetit tjetër. Dikush e shef hanën se tejntën është Ramazan, dikush e shef hanën se xhumon është Ramazan, edhe këtu ka mundësi me pas kësi dallimi, ama me dalë dikush me thonë shtunën është Ramazan, ka që dallim nuk ka. Së mund pas një ditë dallim, ama 2 ditë s'mundët. Për shkak se ka raste që ka pas dallim me 2 ditë pej vendit në vend, atëherë ulemat bashkëror kanë thonë çdo shtet le t'i përmbahet mënyrës së vet që ka zgjedh me fillu Ramazanin. Kush e shef me hanë, kjo është më e mira, le të vazhdon me shikimin e hanës, po këtë banorët e atij vendit le të agjërojnë atë ditë. E jo për shembull, supozojmë, Jordani qet komision me pa hanën. Edhe pamja e hanës në Jordan dallon prej pamjes së hanës në Saudi, edhe pse Saudia dhe Jordani janë kufi. Atëherë me uqu djemt e ri musliman në Jordan, me thonë valla na spajtona me pamjen e hanës në Jordan, kena me agjëru me pamjen e hanës në Saudi. Çka i thonë ulemat aty? Jo, gabim e keni. Jo agjëroni me pamjen e hanës të shtetit tuaj. Bolljan përqa shtetit me zvete, mos i përqani dhe musliman me zvete. Po mirë, na i themi hoxhallarëve, botës islame, të na se shofin hanën, të na dihet takvimi del fillim vitit, edhe na pin fillim vitit e dimi se me 23 mars, dita e njëjtë, është Ramazan. As nuk e shohim hanën, as nuk kemi ekip që kontrollon hanën, as çfarë bëjmë na? Ulemat e mëdhej, thëjnë agjëroni me muslimanët. Kur të thëjnë muslimanët, paria e muslimanëve ndesh e patën tamam, ndesh e kanë gabim. Ndesh e patën tamam, ndesh e patën gabim, ndaç e patën tamam, ndaç e patën gabim, agjëroni me muslimanët. Kur të agjëroni këtë, agjëroni edhe jo. Pse? Po të bollë muslimanët po ndohen shtete me shtete, tamam punët ndohen edhe mrena. E të bëhet të lovi mes muslimanëve. Tu të nanë Maqoni, në Kosovë dhe në Shqipëri, fatkesisht, gjë Ramazan, kemi kësi lloj situatash dhe problemesh. Ku dikush për xhallarëve dhe për muslimanëve, agjëron me pamjen e hanës Saudi. Edhe na shkalon vendimin e agjërimit të ne me takvim. Edhe bëhet përplasje dhe përçarje mes muslimanëve. Në fillim të Ramazanit, përçarja nuk është edhe shumë me pasoja, ama problemi kur ndodh, kur vjen Bajrami. Tash me konë që ti ki Bajram e ai ka Ramazan, ose ti ki Ramazan e ai ka Bajram, atëherë mund këtë bëhet lamsh puna. S'din kush të kush shkoje, mja bo për hajt Bajramin, se dikush ka Bajram, dikush s'ka, dikush ka Ramazan, dikush s'ka. Edhe bo do të pisha qefi madh, a Bajrami është ditë gëzimi. Edhe andaj na mendojmë, edhe insistojmë, edhe kemi fol për çdo vjet, edhe kemi shkrujt, edhe kemi përcjell fetvat e ulemave. Se mendimi jonë, edhe mendojmë se është mendimi më i saktë, edhe më i dobishëm, edhe ka me na sjell hajër më të madh në dunjë, edhe shpërblime më të mëdha te Allahu në ahiret, kështu e besojmë na. Për atë dhe folim, është që na të agjërojmë me muslimanët. Pa marrë parasysh se çfarë metode kanë zgjedhur ata me përcaktuar fillimin e Ramazanit, edhe fillimin e Bajramit. Pse? Sepse vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë as-sawmu yawma tasumun. Agjërim është atë ditë që agjëroni krejt ju. Wal fitru yawma tuftirun. Dhe Bajram është atë ditë që krejt ju e bëni Bajram. Andaj e ka nënvizu se agjërimi me besimtarët është një prej shenjave të fillimit të agjërimit. Kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve, atëherë edhe ti agjëron me ta. Dhe kur ta vendosin shumica dërmuese e besimtarëve se është Bajram, ti bën Bajram me ta. Mos u ndaj për tyre. E ky hadith është argumenti jon. Dhe na mendojmë se ky hadith na mjafton neve para Allahut. Kur na pyeten neve Allahu i madhreshëm o xhallarëve,
Ju, o xhallar, i keni thonë xhamatit se hana Ramazani fillon me pamjen e hanës. Ne themi po. Filan hadithi po. E po pse ju keni agjëruar me takvim jo me hanë? Ne themi ja Rab, se të na kryesia e Bashkisë Islame, Bashkia Islame nuk e ka vlerësu se fillimi i Ramazanit duhet me qenë me pamjen e hanës. Po ata kanë vlerësu se parashikimet astronomike dhe kalkulimet astronomike janë të sigurta edhe janë të përafërta me pamjen e hanës dhe na mjaftojnë ne ato për me përcaktuar Ramazanin që në fillim të vitit. Edhe me ditë muslimanët kur e kanë Ramazan për me marrë pushim ose për me ju përshtat Ramazanin me punë të veta. E para, e dyta, kemi lexuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se agjëroni kur të agjërojnë muslimanët. E masi Bashkia Islame të ne ka caktuar kështu, megjithëse na nuk pajtohemi me mënyrën që kanë caktuar ata, po ata kështu e kanë caktuar. Edhe shumica e muslimanëve agjeron me takim, edhe na agjërojmë me muslimanët. Edhe argumenti on para te jara, po shkoj hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që na nuk kemi pa argument para Allahut të Madhreshëm. Edhe plus të pas parasysh se na dojmë që muslimanët mos përçohen mes vete, mjafton kjo argument i tretë me qenë që na më kap të gjithë bashkë për litarin e Allahut. Dhe me fillu agjerimin bashkë dhe me përfundu bashkë. Me gëzu me hyjmin e Ramazanit këtë për njëherë, edhe me gëzu me ardhin e Bayramit këtë për njëherë, e jo më u bë lamsh e të llovi kjo punë.